Sporti Beogradit e ndan kupën për fair play. Ja pra, ky është Hilmi Hyseni. U informuam se Hilmi Hyseni është fitues i trofeut të Beogradit, trofeut kryesor. Doktor Ostojić i auron këtij djaloshi i cili vërtet këtë trofe e meritoi, sepse edhe në garat në gjysmë finale dhe qerek finale ishte më i miri, e mundi Pradon e Kubes në qerek finale dhe kjo luftë u shpallë si dueli më i miri mramjes, pastaj në gjysmë finale me ndërprerjen në rundën e dytë e mundi Kerimovin e Pelisterit e Manastirin dhe së fundit e pa duelin e sotëm, i cili pavetësisht ishte më i miri. Për këtë kontriboi edhe kundërshtari i tij, boksieri turk Kemal Omer, i cili nuk kursej forcë, Kemal Omer, i cili ju tash në kampionatin evropian e Budapest e eliminoi Aleksandrovin e Bashkimit Sovjetik. Sukses i madh për Hilmi Hysenin, për këtë djalosh 20 vjeçar, i cili deri me tani i zhvilloi 80 duele, 59 fitore, 20 isfata. Ky është afirmimi i tij më i madh në garat ndërkombëtare, e ky përkujtoi se deri me tash edhe dy bokserët e krajinës sone fituan këtë trofe me 177 Mehmet Bugujevci dhe me 180 Aziz Aliu. Pra për herë të tretë vitrinat e klubit të boksit të Prishtinës do të stolisen me këtë trofe të çmueshëm. Vetëm që përkujtoj se bokseri ma luftarak u shpall Mirkovici, tekniku më i mirë Konovalov, i cili i takoi trofeja ringjës, pastaj bokseri ma perspektiv Asanovici, bokseri huaj më i mirë kundërshtari i Hysenit Oner i Turqisë dhe kupa e përcej takoi trajnerit Salbalo Haldas të Kubes. Ne bëm një bisedë me Hysenin, ne ju keni rasta shishoni në pasqyrën tonë sportive. Të nderuar shikues, me kaq po e përfundojmë komentimin tonë, edhe njërë që përkujtoj, Hilmi Hyseni është fitues i trofeut Beogradit. Miru pafshim.